Kandidati socialist Damian Gjiknuri ka zhvilluar një takim me banor të rajonit 3. Në takimin e zhvilluar në sheshin 3 Racat, kishte pjesëmarrje masive të socialistëve, kontributorëve ndër vite, antarëve dhe simpatizantëve të rajonit dhe jo vetëm. Në fjalën e saj, deputetja Pranvera Resulaj pohoi se forca e fjalës, e karakterit, e personalitetit dhe zotësia për të zgjidhur punë janë cilësi të cilat mishërojnë te kandidati Gjiknuri, i cili ka aftësinë për të qëndruar pranë njerëzve. Resulaj theksoi se duke e votuar masivisht Damian Gjiknuri, lonjatët do të kenë garanci për të përfaqësuar dënjësisht në parlament. Teodori Shia, ish kryetari i Partisë Socialiste të Vlorës, duke shprehur shumë vlerësim për kandidaturën e Gjiknurit, pohoi se një djalë që vjen nga një familje me rrënjë të thella socialiste duhet mbështetur masivisht, pasi duke votuar Gjiknurin ne respektojmë brezat, prindrit tanë dhe themeluesit e Partisë Socialiste. Forca e fjalës, e karakterit, e personalitetit dhe aftësia për të zgjidhur punë. Për këtë mendoj që këto cilësi i gjej tek një individ, tek një kandidat që ne kemi në qarkun e Vlorës, për cilin e njohim gjithë mirë, dhe ky është Damian Gjiknuri, i cili ka aftësinë për të qëndruar pranë njerëzve, dhe kjo është më thelbësorja në gjithë të punën tonë me njerëzit. Por ka edhe forcën për të zgjidhur problemet. Unë kam shumë besim që duke dhënë një fitore të plot, Damian Gjiknuri do të ketë akoma edhe më shumë forcë dhe fuqi për të zgjidhur dhe për ta përfaqësuar denjësisht Vlorën. Është kënaqësi që sot në vendin ku është themeluar Partia Socialiste e Vlorës, në rajonin numër 3, të hapim një miting për shokun ton, për deputetin ton, i cili është Damian Gjiknuri. Vin nga një familje ku i deleguar i parë i Partisë Socialiste të Shqipërisë në inaugurimin e Partisë Socialiste të rajonit numër 3 dhe pastaj të Vlorës ishte Leka Gjiknuri, babai Damian Gjiknuri. Në rrugë të tilla, duke respektuar brezat, duke respektuar prindrit tanë, themeluesit e Partisë Socialiste, të ecim dhe të bëjmë të pamundurën për një surprizë në datën 11 maj, në fitoren e Partisë Socialiste dhe të Damian Gjiknurit. I bashkohem ekipit të Damian Gjiknurit dhe jam vërtet krenare që jam në këtë ekip, sepse kemi një kandidat i cili na imponon vlera dhe besim për ne të rinj sidomos. Damian Gjiknuri, duke shprehur mirënjohje për pjesëmarrjen masive në këtë takim, pohoi se në 11 maj lonjatët kanë një motiv shumë të fortë për të votuar për Partinë Socialiste. Partia Socialiste në Vlorë ka bërë shumë punë të mira. Vlora është qyteti që po transformohet më shumë dhe kjo e ka një emër, Qeveria e Partisë Socialiste. Ky zhvillim që sheh Vlora patjetër meriton vlerësim me votë për Partinë Socialiste. Na keni besuar, na keni mbështetur dhe na keni bërë krenar për të përfaqësuar si Vlorë. E kam këtë dëshirë që kandidojnë listë në hapur, sepse energjinë dhe forcën e marr nga vota e qytetarëve të Vlorës. Në 11 maj kemi një motiv shumë të fortë për të votuar për Partinë Socialiste. Partia Socialiste në Vlorë ka bërë shumë gjëra realitet. Edhe ky shesh është vepër asaj partie, e asaj qeverisje, e si shumë e shumë gjëra të tjera të cilët vlonjatët i ndjejnë për ditë. Mos harro nga e filluam. Vlora sot është qyteti që po transformohet më shumë dhe kjo e ka një emër, Qeverinë e Partisë Socialiste. Ky zhvillim që shef Vlora sot patjetër meriton vlerësimin me votë për Partinë Socialiste. Shumë shpejt një aeroport të ri, një Vlorë që do të ketë një marinë, një Vlorë që do të ketë një port të ri tregtar. Vlora do të jetë një qytet më i vizitueshëm, me një vlerë prone më të lartë, me nevojë për punësim shumë më të madhe dhe të rinjtë dhe të rejat kanë shumë shanse për ta ndërtuar jetën në këtë qytet mrekullueshëm. E vetmja zgjedhje në atë flet votimi është numri 5. Partia Socialiste, vota për Partinë Socialiste do ta konsolidojë këtë rrugë. Dhe për Vlorën do të jetë një krenari që Partia Socialiste kësaj here i ka të gjitha shanset për të marrë 9 mandate. Patjetër duhet lidh edhe rolin tim si individ në këtë projekt të madh Partisë Socialiste. Kam drejtuar fushata këtu dhe kam pasur barrën që të arrijë rezultate bashkë me ju. Po nganjëherë thash qerrja edhe të riqet, po dhe shtyhet nga mbrapa. Kështu që unë e marrë përsipër këtë rol për të quar në fitoren më të madhe të Partisë Socialiste kësaj here. Unë kërkoj mbështetjen e të gjithë qytetarëve të Vlorës si përfaqësuesi një modeli politik. Dhe ky model politik unë shpresoj që do një shpërblim me votë dhe do një mesazh. Unë besoj që vota për Damian Gjiknurin është votë për eksperiencën, është votë për atë që ka dhënë deri tani, por dhe një siguri që atë që e keni parë dhe një orë është dhe një garanci për të ardhmen.
Gjiknuri theksoi se vota për Partinë Socialiste do të konsolidojë këtë rrugë. Për Vlorën do të jetë krenari që Partia Socialiste i ka mundësitë për të marrë 9 mandate. Referuar kandidaturës së tij, ai pohoi se vota për emrin e tij është vot për eksperiencën, vot për atë që i ka dhënë deri tani dhe garanci për të ardhmen.